Gostivara si thonë se po qetësohet gjendja me epideminë që erdhi nga uji i kontaminuar dhe situata gradualisht po kthehet në normalitet. Pasi u dha dritë jeshile që uji mund të përdoret për pastrim, ata presin që gjatë kësaj jave uji nga ujësjellësi të mund të përdoret edhe për pije. Këta zvistranë që vinë shtajnë nuk din a pijet a nuk pijet. Do të nalin qeshmin, a mos e kanë nalë. Qa japi me? Vallaj thënë që të të kjetë, a i minjerë, të kudi unë këtë jathën, dhe të kjetë, kudi unë. Qashtë? Normalitet, si ishtë ajo 2 javë. Për më normalitet këtë. Por se kur uji do të mund edhe të pijet e mbetet ende e paditur. I pyetur për këtë, kryeministri Hristijan Mickoski tha se në këtë moment uji mbetet vetëm për përdorim teknik. Зошто? Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Për 24 orë në spitalin e Gostivarit janë paraqitur 71 pacient me simptoma të helmimit dhe dhimbje barku. Ministri i Shëndetësisë Sashok Lekovski deklaron se numri i pacientëve po shkon drejt të rënjes, gjë që sipas tij vjen si rezultat i përmirësimit të cilësisë së ujit në rrjetin e ujësjellësit. Shtoi se edhe në kushte normale gjatë sezonit të verës mund të ketë rreth 50 deri në 60 pacient në ditë, pasi jo të gjithë qytetarët i respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet shëndetësore. Искуството од пострашни епидемии, пандемии и дека некои луѓе се дисциплинирани, некои луѓе не се дисциплинирани. Меѓутоа, оно што за мене укажува падот на 71, кој во основа Гостивар би го имал во нормален месец, условно да кажем, во нормален месец би имал 50 на 60 пациенти кои имаат стомачни тегоби, е резултат на веќе на соодветниот третман на водата и како таа станува подобра, така ќе се намалува бројот на случаи поврзани со водата. Kujtojmë se uji në Gostivar u ndot pas lëshimit në punë të 3 pompave nga një kanal i jashtëm. Për këtë rast u arrestua drejtoresha e ndërmarrjes komunale të Gostivarit së bashku me 2 bashkëpunëtorë të saj. Kriza kulmoi më 14 korrik, kur në spitalin e qytetit kërkuan ndihmë mjekësore rreth 600 pacient me dhimbje barku, diare, të vjella dhe temperaturë të lartë.